Delegacionet amerikane dhe ukrainase kanë lënë kuptohet se është arritur përparim gjatë bisedimeve në Jeddah të Arabisë Saudite. 3 orë pas fillimit të takimit, gjatë një pauze, këshilltari i sigurisë kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, Mike Waltz, tha se po arrihej përparim. Nga delegacioni ukrainez gjithashtu është lënë kuptohet e njëjta gjë. Andriy Yermak, shefi i kabinetit të presidentit Volodymyr Zelensky, ka publikuar fotografi të 2 delegacioneve në rrjetin social X, krahas simbolit të shtrëngimit të duarve. Ai dhe të tjerë në këtë takim nuk kanë sqaruar nëse bëhet fjalë për arritjen e një marrëveshjeje. Më herët ai kishte thënë se takimi kishte filluar në mënyrë shumë konstruktive. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, që po udhëheq delegacionin amerikan, nuk ka bërë ende një koment. Mbrëm duke udhëtuar drejt Arabisë Saudite, ai u tha gazetarëve në avion me të se pala amerikane dëshiron të kuptojë gatishmërinë e ukrainasve për t'i dhënë fund luftës 3 vjeçare. Ne duhet të kuptojmë pozicionin e Ukrainës dhe të kemi një ide të përgjithshme se çfarë lëshimesh do të ishin të gatshëm të bënin. Nuk sigurohet armëpushimi dhe një fund i kësaj lufte nëse të dyja palët nuk bëjnë lëshime, tha sekretari Rubio. Ai gjithashtu sqaroi se marrëveshja për mineralet nuk do të ishte tema kryesore e takimit. Padyshim presidenti Trump dëshiron që marrëveshja për mineralet të arrihet, por nuk duhet patjetër të ndodhë gjatë takimit. Ka ende disa detaje që duhet sqaruar. Ne duam të nënshkruajmë një marrëveshje dhe për këtë duhet kohë. Megjithatë, nuk do të paragjykoja rezultatin e takimit nga marrëveshja për mineralet. Kjo është një çështje me rëndësi, por nuk është tema kryesore e takimit, tha ai. Gjatë takimit, delegacioni i Ukrainës pritet të prezantojë një plan të pjesëshëm armëpushimi me Rusinë. Plani i Ukrainës përfshin ndalimin e sulmeve me raketa, me rrezë të gjatë dhe një armëpushim që mbulon detin e zi. Para takimit, presidenti Zelensky shkroi në rrjetin X se Ukraina shpresonte për rezultate praktike. Kremlini nga ana tjetër tha se Shtetet e Bashkuara po bëjnë përpjekje të kuptojnë se sa Kievi është i gatshëm për bisedime që do të japin fund luftës.